kjo platformë. Në fakt, gjatë viteve vetë se është zvoglu numri I përdoruesve të platformës. Sepse unë realisht nuk jam në Snapchat dhe nuk e di realisht se çfarë ndodh. Foto është mënyrë e komunikimit pak më e thjeshtë. Po, edhe për gazetarët, mund të merrni informacione për VIP. Nuk ka postime atje. Atje është atje. Po mendoj përmes postimeve tua të fotografive edhe mundesh me dhënë një informacion ose diçka. Po çështja është se në të komunikohet për përditshmërinë, dërgohet mëngjesi, dërgohet. Ky është shqetësimi më I madh. Për shkak që mbahen në vete, e tha dhe sociologja, një bibliotekë të madhe kështu të jetës edhe lirisht mundemi me humb shumë lehtë privatësinë. Është njëjtë sikurse me hyrë në galeri të fotove ku e ke në telefonin tënd, cilin do telefon, edhe është e njëjta për shkak që prej 2016-s që ka qenë tamam ky kulmi I Snapchat, ka shumë përdorues që krejt fotografitë I kanë trujtara aty dhe në fakt kjo është ajo shqetësimi më I madh, hupja e privatësisë e gjitha këto. Një rast interesant, një afërmja ime dhe tregoj se në momentin që e ka po që në mëngjes krejteret nuk I ka funksionu, pa mendova që është haku edhe për shkak të fotografive, familjes edhe gjonave personale që se nuk ka biseda që ruhen ose diçka. Absolutisht. Janë vetëm imazhet, fotot, videot që janë shqetësuese dhe asgjë tjetër. Ditët e fundit edhe për shkak të fotografive. Ka qenë disa informacione, diçka për hapësirën që zën fotografitë aty ose do të fshihen, do të fshihen nëse normalisht nuk ruhen diku tjetër për shkak që nuk ka më hapësirë që Snapchat të mbajë, është e caktuar se sa duhet me pas ashtu. Po nuk e shoh si një platformë shumë që të rrit shqetësohen nëse bie prap ose diçka e tillë, derisa të sigurohemi krejt fotot, video që I marrim diku më të sigurt. Po, dhe Flaka, apo jetojmë në një shoqëri, po them që po e ndërton identitetin e vet në platforma virtuale, sepse përmendi edhe psikologja mjaft mirë, kur tha se marrja pasaj e lajkeve dhe pëlqimeve edhe gjithçka tjetër që ndodh në rrjetet sociale, sikurse njeriu pastaj edhe vetë afirmohet dhe vetë kënaqet pastaj me atë. Dhe mbi këtë, apo e krijojmë një identitet në platformën virtuale përteja saj në jetën reale? Po, pajtim plotësisht se po jetojmë me dy identitete. Një atë cilën e shfaqim në platformat elektronike dhe tjetrën cilën e jetojmë jetën reale. Gjë që unë tash kam fillu sikur kampanjë, sikur propagandë në aspektin pozitiv që të largohemi prej ndikimit dhe presionit social, sidomos përmes rrjeteve sociale, sepse po na konfronton me realitetin. Gjithçka po mundohemi me imitu të tjerët, apo jetën cilën e bëjnë të tjerët, cilët e shfaqin në rrjetet sociale, sikur po tentojmë që secili prej nesh ta përjetojmë të njëjtën edhe po duket që po ndodh një rivalitet edhe ta bëj unë, të shkoj unë, ta postoj unë. Kështu që unë sikur po e shoh sikur mision që secili prej nesh që bëjmë peshën publike